Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 45 vjeçe dhe prej vitesh jam e martuar. Nga jashtë jeta ime duket e rregullt, shtëpi, punë, rutinë, një martesë pa zhurmë. Por brenda meje kishte kohë që ishte krijuar një boshllëk që nuk dija si ta emërtoja. Nuk ishte mungesë respekti apo dhune. Ishte thjesht ndjesia se nuk shihesha më. Nuk dëgjoja më veten në sytë e tjetrit. Buri im ishte i mirë, korrekt, i parashikueshëm. Çdo gjë mes nesh ishte bërë automatike. Bisedat e shkurtra, prekjet e rralla, afërsia që vinte nga zakoni dhe jo nga dëshira për të lidhur vërtet. Unë ndjeja veten gjithnjë e më të padukshme. Komshiu u fut në jetën time pa bërë zhurmë. Një përshëndetje në shkallë, një bisedë e shkurtër për gjëra të përditshme, një vështrim që zgjaste pak më shumë se ç'duhej. Ai kishte diçka ndryshe. Më jepte vëmendje. Më pyeste si isha dhe priste përgjigjen. Qeshte me mua jo thjesht nga mirësjellja. Me kalimin e kohës, bisedat u bën më të gjata. Nuk ndodhi asgjë me një herë, por unë fillova të ndihesha sërish grua, jo vetëm bashkëshorte. Ndjeja se dikush më kuptonte pa pasur nevojë t'i shpjegoja gjithçka. Ishte një ndjesi që e kisha harruar. Kur kaluam një kufi emocional, e kuptova menjëherë. Nuk ishte një moment i bujshëm, por një klik i brendshëm. Krahasimi. Ajo që përjetoja me të ishte më e gjallë, më e plot, sepse vinte nga dëshira për të qenë aty, dhe jo nga detyrimi. Kjo gjë më trombi shumë. Nuk ishte faja askujt, por ishte përgjegjësia ime. E kuptova që problemi nuk ishte thjesht burri im apo komshiu. Ishte heshtja ime, vitet që nuk kisha folur për atë që më mungonte. Kisha kërkuar jashtë martese atë që nuk kisha guxuar ta kërkoja brenda saj. Unë dala, vendosa të përballej me veten, të flas, të mos e ndërtoj lumturinë time mbi fshehtësi. Nuk ishte e lehtë, as nuk ishte e pastër, por ishte e nevojshme. Sot e di shumë mirë, kënaqësia më e madhe nuk vjen nga krahasimi me tjetrin, por nga guximi për të thënë të vërtetën, qoftë edhe kur ajo të vë përballë zgjedhjeve të vështira.